Miq, shok, vëllezër, motra, me sa duket lufta mes Rusisë dhe Ukrainës mori fund. Kjo është deklarata e fundit e disa portaleve të rëndësishme dhe disa gazetave të rëndësishme. Deklarata të cilat dalin direkt nga Kremlini, pra nga vetë Vladimir Putin. Është bërë një mbledhje, një konferencë, që është e vërteta, në datën 9 maj, para pak ditësh, në 9 maj, pardje, në ditën e çlirimit të Rusisë. Dhe vetë Vladimir Putin është shprehur që është i hapur për negociata, është i hapur për një marrëveshje me Ukrainën, pra me Zelenskin. Por kjo, ai është shprehur që unë do të dëshiroj gjithmonë të bëhet nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe kryesisht nëpërmjet Gjermanisë, pra Schröder, sepse sipas tij është njeriu më i rëndësishëm në këto negociata. Pra të këtij momenti vërtet delikat, jo vetëm për Rusinë, por edhe për mbar botën, sepse atë çka ndodh pra në Rusi dhe në Ukrainë shkakton probleme jo vetëm gjeopolitike, por edhe ekonomike të Evropës dhe të botës. Fakt ka qenë kjo arsyeja që vetë Evropa, pra Bashkimi Evropian, ka kërkuar një marrëveshje me Vladimir Putin. Tani, çfarë po ndodh? Le ta diskutojmë, sepse duhet bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëherë duhet dini që lufta me Ukrainën filloi në vitin 2014, sepse nga momenti që mori vesh Rusia që Ukraina kërkonte të ishte pra të shkëputej nga ish Bashkimi Sovjetik, ata dërguan trupat e para. Mirë po, pastaj, me kalimin e kohës, kur kuptoi Rusia, ose mirë Putin, që po furnizoi Ukraina me ushtar dhe arsenal nga vendet e tjera, nga i moment në vitin 2022 lëshoi trupat e tjera. Por ajo çka nuk thuhet nëpër portale, ose më mirë që nuk flitet publikisht shumë, është një fakt tepër serioz, që tani po ja u them. Duhet të dini që kur ka filluar lufta, deri tani, janë vrarë dhe janë zhdukur rreth 1.800.000 ushtar. Ja u përsëris prap, 1.800.000 ushtar. Duhet të dini që nga këta 1.800.000 ushtar, thuhet që të paktën 1.200.000 parafërsisht kanë qenë rusë. Pra të vrarë, ose të plagosur ose dhe të zhdukur. Dhe ky është një bilanc tepër serioz për të kuptuar se çfarë ndodh në një luftë që duket sikur, sepse është një luftë e vogël në një zonë ku nuk na prek që ç'keme të. Madje gjithë ky problem që ka ardhur tani kohët e fundit ekonomik për të gjithë Bashkimin Evropian është shkak një pjesë edhe i Rusisë, pra lufta mes Rusisë dhe Ukrainës. Nëse duket paradoksale, por është kështu. Duhet të dini që në vitet e fundit, pra në këto pothuajse nga viti 2024 deri tani që po flasim, janë ushtruar me fjalë disa teknika, me fjalë për të furnizuar Ukrainën, sepse Evropës, jo vetëm Evropës, por edhe botës tjetër, pra të perëndimit, i intereson Ukraina. Për shumë arsye, nuk duam tani që të zgjatemi këtu, sepse janë ato që nuk thuhen, pra nëpër rrjetet sociale ose nëpër gazeta. Ç'është e vërteta? Pse? Sepse lind pyetja, pse Evropa dhe bota kërkon me fjalë mbron Ukrainën? Për çfarë arsye? Në qoftë se Ukraina dëshiron që të jetë asnjanse, pra të shkëputet nga ish Bashkimi Sovjetik ose nga Rusia, pse duhet futet Evropa? Pse duhet të investojë Evropa? Pse duhet të investojë Amerika ose vendet e tjera? Për çfarë arsye? Pikërisht pra, sepse botës i intereson që të shkëputet një pjesë e Rusisë, ose njëkohësisht edhe Evropa të bëhet më e gjerë, sepse duhet të arrijë deri në Rusi. Pra ky është projekti. Duhet të dini që të gjitha këto projekte që lidhen fakt edhe rendi i ri botëror ajriu i vitit 2024 lindi pikërisht pra nga Rusia, India, vendet e tjera për këtë shkak. Pra për të hequr, për të marrë pushtetin sa më shumë, të mbledhin pushtetin sa më shumë, që të kenë sa më shumë mundësi që të luftojnë kundër, pra ekonomikisht ose edhe fizikisht, kundër vendeve tjera, në këtë rast kundër Evropës ose kundër Amerikës, sepse secili kërkon autonomi, secili kërkon pushtet dhe secili kërkon të mbledh sa më shumë. Pra kjo është teoria që po flasim konspirative që nuk flitet në rrjetet sociale.
Mirë po, bilanci, si që thash, është absurd, sepse po ta shikoni, me një fjalë, përveç 1.800.000 pra të vrarë, vetëm Rusia ka humbur rreth 450 drone. Kurse, me fjalë, 450.000 drone në përgjithësi mes Rusisë dhe Ukrainës, por Rusia ka humbur shumë, thuhet më shumë se gjysma. Por njëkohësisht ka humbur avion, qindra avion, ka humbur qindra helikopter. Pra një dëm ekonomik i pashoq, që nuk do të duket tani, por duket pas disa viteve, sepse këto ishin rezervat. Mos e mirë, ato arsenali që ka Rusia luftonte. Pra mos është ky fakti që vetë Vladimir Putin po kërkon që të mbaj nën kontroll pra situatën dhe që të bëj një negociat, sipas jush, çfarë do ndodh tani? Në qoftë se do të ndodh një negociat, sepse shprehur nga Vladimir Putin duke thënë që jemi në fundin e luftës, do thotë që diçka po kurdiset, pra që kanë bërë një marrëveshje. Ju si thoni, sepse marrëveshja, me fjalë përpara se të shprehet një president i tillë, marrëveshja është menduar paraprakisht, por nga kush u mendua? Dhe pse ka kërkuar pikërisht ministrin gjerman? Pra vetëm ai duhet jetë ai që do bëjmë negociatat me Ukrainën. Dhe çfarë do të ndodhë? Si do të zgjidhet lufta me Ukrainën, pra ky konflikt? Unë them kështu. E kam bërë në një video para ca kohësh, nëse mbani mend, kam thënë që shumë shpejt do marrë vesh që Ukraina do ndahet në gjysmë. Gjysmën do ta marrë Rusia dhe gjysmën do ta marrë Evropa. Dhe në qoftë se nuk do të jetë kështu, po e them edhe një herë tani që ta rikujtoj, sepse në qoftë se do të jetë kështu, atëherë do të thotë që nuk kam kuptuar asgjë. Normal që është vështirë që të kuptosh nga lufta, nga konfliktet dhe nga këto përplasje që bëjnë shtetet mes tyre. Në këtë rast edhe Rusia. Disa edhe i kuptojmë, disa jo, por unë them që ky është fakti që pse kanë menduar pra që të bëjnë negociata. Njëkohësisht, unë them që është edhe kriza që ka blokuar, sepse në një luftë, sidoqoftë edhe pse ka pasurohet një vend, por ka krizë. Kriza është jo vetëm gjeopolitike, siç thash më përpara, por edhe ekonomike. Për shembull, gjithë gazi që është rritur, energjia elektrike, nafta etj. Të gjitha këto janë shkaqe pikërisht të luftës. Fillimisht me Ukrainën dhe Rusinë, dhe tani edhe me Hormuzin. Por kush është viktima në mes këtu? Kush është viktima sipas jush? Gjithmonë populli. Sepse nëse është për Evropën, qofse është për Amerikën, apo për Rusinë, apo për Indinë, pak rëndësi ka. Në fund fare është Evropa, me fjalë është populli ai që vuan më shumë, sepse populli do punoj. Nëse nuk ka sklever, kush do punoj? Ku do ta nxjerrin? Pra nuk janë vetëm pasuritë ndërkombëtare ose kombëtare, por gjëja më e rëndësishme është puna, pra puna që vjen nga dora e njeriut. Disa nga ju do thonë, po mirë, ne tani kemi inteligjencën artificiale dhe kemi zhvillimin, pra teknologjinë, kemi makineri e tjera punojnë ato. Pa qenë njeriu aty, nuk mund të punohet. Dhe pa, nëse çdo gjë nga këto frenohet, qoftë edhe për një çast, merreni mend se çfarë konsekuencash ka më vonë, pra çfarë problemesh mund të ketë më vonë, sepse është efekti domino. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë deklaratë të fortë të Vladimir Putin në ditën e çlirimit të Rusisë, pra në datën 9 maj? E thënë në atë moment, në një konferencë të tillë, deklaratë të tillë, unë them që lufta po merr fund. Dhe nëse merr fund, tani çfarë ndodh? Çfarë ndodh me Evropën, çfarë ndodh me vendet e tjera? Dhe shpresoj që mos dali tani Donald Trump thotë isha unë ai që mora pjesë në këtë dhe e ndalova luftën. Megjithatë shaka, po unë them që luftërat në këtë periudhë nuk i duhen askujt dhe nuk e di pse kush i shtyn dhe pse e bëjnë. Megjithatë pres komentet tuaja, kalofshin ditë bukur.